Pavarësisht se e gjithë sipërfaqja e lulishtes tek ura e vjetër e Bunës në hyrje të Shkodrës tashmë është përfshirë në projektin e ndërhyrjes rrënjësore urbane të kësaj zone, kalimi i kohës së lirë nga qytetarët veçanërisht të moshuarit vazhdon edhe në këtë gjendje. Kjo është e kuptueshme pasi kjo zonë historikisht është frekuentuar nga qytetarët e Shkodrës për ajrin e pastër, pamjen panoramike të hapësirës së liçenit dhe fllatin e freskët që e karakterizon këtë ambient. Është kjo arsyeja pse qytetarët kërkojnë që edhe në këto kushte bashkia të ndërhyjë për ta mbajtur të pastër mjedisin pranurës së Bunës nga mbetërinat, bari dhe shkuret, duke filluar nga molot dhe pjesa tjetër drejt ishtertores e bllokuar te banimi i romëve. Tëna punë du kryen turgun për i herasën shpi. Si regull të pastrohet se është frymë e robit ky vend. Kur merr ajër, shkon mushni, ka pasoja kur është për mirë, kur është për keq, ka pasoja edhe për keq. Mane në mos me kanë asistent, po është hymje Shkodrës, si rrjedhën njerëz prej tanë botet vindur. Na, kur kena punu dikur shpijat, kena punu kuzhinën, korridorin edhe jashtin me pas qaneshe kush. Kurse hymin e qytetit duhet na më keq. Mjedisi tek ura e vjetër e Bunës frekuentohet gjatë gjithë ditës, paradite dhe pasdite, por edhe në mbrëmje deri në orët e vona, çka përbën edhe një arsye më shumë që kujdesi për pastrimin e kësaj zone të vijojë me të njëjtën përgjegjësi si para fillimit të punimeve. Qytetarët do të vazhdojnë të jenë të pranishëm aty, pavarësisht punimeve për zbatimin e projekteve, ndaj bashkia ka detyrimin që të kujdeset për ta mbajtur pastër.